Ndonse zyrtar qeveritar si ministri në detyrë Artane Rizvanolli, si dhe deputeti Armend Muja, kanë mohuar se qeveria ka ndonjë lidhje apo ka qenë në dieni për importin e energjisë elektrike nga kompania EFT në pronësi të biznismenit serb Vuk Hamović, ish asambleisti Lëvizjes Vetëvendosje Berat Lahu ka shpalosur dokumente zyrtare në të cilet shihet se kompania Hamović është licencuar nga zyra e rregullatorit për energji në shtator të vitit 2021, ku Lëvizja Vetëvendosje ishte në pushtet. Lahu ka theksuar se bordi ZRE-s, e cila mori vendim për licencimin e EFT së Hamović, ka ndodhur gjatë qeverisjes së Vetëvendosjes, si dhe nga një bord që ishte zgjedhur nga kjo lëvizje, ndonse për vite me radhë kjo parti kishte shfaqur si problem serioz faktin se si kompania në pronësi të serbit Hamović kishte rol vendimtar në tregun energjetik të Kosovës. Përndryshe, tema e EFT-s së Hamović u ngrit si shqetësim për shkak se Vuk Hamović është i biri Rade Hamović, një oficer i lartë i ish-Jugosllavisë, duke e kthyer në shqetësim se si fati një elementi krucial në funksionimin e një vendi, siç është energjia elektrike, i besohet një kompanie me pronar serb.